Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Në ambientet e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, u organizua aktiviteti letrar kushtuar Najm Frashërit në kuadër të muajit të letërsisë nga nxënësit e klasave të 10 dhe 11. Muaji tetor është muaji i letërsisë dhe shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa po organizon aktivitete të shumta që japin jetë e gjallëri çdo ambienti të shkollës. Nxënësit e klasave të 10 dhe 11, mbështetur nga mësuesja e gjuhës shqipe dhe letërsisë Ariola Çraga, organizuan sot aktivitetin letrar për Najm Frashërin, figura qendrore e letërsisë shqiptare të rilindjes në kuadër të muajit të letërsisë. Jetën, veprat, dashurinë për gjuhën dhe për kushtimin ndaj atdheut të Najm Frashërit, nxënësit i shprehen me art dhe mesazhe. Mirë se erdhët në aktivitetin ton, kushtuar një figure që është drita e pashuar e historisë tonë kombëtare, Najm Frashëri. Ai është poeti që e deshi gjuhën shqipe, natyrën, atdheun dhe njeriun, dhe që me penën e tij e bëri Shqipërinë të flasë me zemër. Përmes fjalës së tij, ne mësojmë të duam më shumë, të falim më shumë e të besojmë më shumë. Askush përpara Naimit nuk pasqyroi me aq gjerësi dhe nuk ju përgjigj aq flak për flak, drejt për drejt kërkesave të lëvizjes së çlirimit kombëtar. Me veprimtarinë e dendur letrare dhe me punën si ndër udhëheqësit kryesor të lëvizjes, ai me të drejtë është cilësuar frymëzues i të gjithë rilindjes, apostull i shqiptarizmës. Najm Frashëri është frymëzim për të rinjtë e sotëm që kërkojnë të shprehin botën e tyre të brendshme. U shprehën nxënësit dhe më pas vazhduan me prezantimin e jetës së Najm Frashërit, ese të krijuara nga ata dhe vjersha të Naimit, interpretuar me emocion nga nxënësit. Në mes tuaj kam qëndruar e jam duke përvluar, që tu ap pakës dritë, natët tu a bëjnë ditë. Do të tretem, të kullohem, të digjem, të përvlohem, që tu ndrim mire të shini, njani tjetrin të njini. Për ju do të rritë të tretem, as një qik të mos mbetem, të digjen e të shajnë me lot, se dëshiren, se durojnë dot. Kur dëgjon zëthin e sëmës, qysh e le që në gjikopen, mblegërin 2-3 herë, edhe ikën e merdhen. Edhe ne i preshin udhë 20-30 vetë, e ta trëmbin ars këthehet, por shko në mes si shgjet. Thot Herodoti, në to morë zoti, shtëpi që moti kishte do dhonë. Është me vjetër, nga ha gjdo tjetër, shumë më tepër kjo gjuha jonë. Drejtoria e shkollës dhe mësuesja e gjuhës shqipe dhe letërsisë Ariola Çraga falenderuan nxënësit për këtë aktivitet letrar që shërbeu si një formë ndërgjegjësimi, mirëndësinë e librave dhe ruajtjen e pastërtisë së gjuhës shqipe. Fjala e Naimit na bashkoi të gjithëve. Nxënësit tanë sollën me pasion vargun e poetit ton kombëtar, me dashuri për gjuhën dhe për atdheun. I falenderoj shumë për përkushtimin që kanë dhënë çdo ditë për realizimin e këtij aktiviteti për muajin e letërsisë. Falenderoj gjithashtu kolegët për bashkëpunimin dhe drejtorinë që mbështet çdo nismë tonën duke e ushqyer shpirtin e shkollës sonë. Le të mos e festojmë letërsinë një herë në vit, por ta mbajmë gjallë çdo ditë në mënyrën si ndjejmë, si mendojmë dhe si flasim. Edhe në emër të drejtorisë, unë do të shprehesha një falënderim i veçantë në kuadrin e muajit letërsisë dhe arteve, duke falenderuar Zysh Ariolën, së bashku me nxënësit që na përcollën me shumë ndjenjë, me shumë nivel në këtë aktivitet kaq të mrekullueshëm, ku ata përcollën mesazhet e poetit ton të rilindjes kombëtare, mesazhin e gjuhës, mesazhin e kombit, mesazhin e natyrës, mesazhin e diturisë dhe asaj të dashurisë njerëzore. Greva e urisë së naftëtarëve të Marinës Patos ka hyrë në ditën e 16 të saj. Ndërkohë para zyrave të kompanisë Bankers në Fier, grevistët protestuan me thirrjet ju nuk e meritoni këtë vend burim, ju nuk e meritoni sakrificën e këtyre punojësve.
Ju nuk e meritoni këtë vendburim, ju nuk e meritoni sakrificën e këtyre punojësve. Me këto thirrje dhe pankarta në duar, grevistët e Patos Marinesës kanë vijuar për të dytën ditë radhazi protestën para zyrave të kompanisë Bankers Petroleum në Fier, në ditën e 16 të grevës së urisë. Ne jemi këtu sot për ta sjellë zërin e punojësve më pranë kompanisë. Ne nuk do të ndalemi, tha grevisti Malvin Goxhaj. Qëllimi është që zërin e punojësve ta sjellim akoma dhe më afër kompanisë. Kemi ardhur pranë zyrave në Fier dhe do vazhdojmë do ta bëjmë edhe në ditët që vijnë të njëjtën veprim. Pra që kompania ta marrë më seriozisht grevën tonë dhe të arrijmë në përmbushjen e kërkesave tona. Ndërkohë nuk keni patur asnjë kontakt me përfaqësues të kompanisë që nga takimi i fundit? Nuk ka pasur asnjë lloj reagimi, edhe në ditët e para të grevës që u përpoqën të kishin një lloj komunikimi me ne, ishin të njëjtat fjalë që janë që nga muaji maj. Pra nuk ka asnjë lloj propozimi të ri konkret nga ana e tyre. Pjesë e grevës së urisë prej 16 ditësh, Dorian Dylmishi ka pohuar se rezistenca do të vijojë pasi tashmë është vetëm në dorën tonë. Numri po reduktohet, thot Dylmishi, por ne jemi fitimtar pasi u bëm të gjithë bashkë dhe ngritëm zërin. Patjetër që ne do vazhdojmë, nuk kemi asnjë mundësi tjetër, nuk kemi asnjë mbështetje as nga shteti jon. Kështu që ngelet vetëm dorë tonë. Do rezistojmë, nuk kemi çfarë bëjmë. Po të kishim ndonjë mbështetje, ndoshta do kishim marrë ndonjë zgjidhje, por ju e shikoni vetë sa ditë po zgjat. Problemet shëndetësore po shtohen. Çfarë të bëjmë tjetër? Në momentin që bëhet pjesë e grevës, e mendonit se do të zgjaste kaq shumë, do të kishte një mospërfillje? Nuk e menduam në këtë mënyrë. Përderisa na thoshin gjithmonë jemi një familje, të gjithë duhet të trajtuar njësoj. Duhet të kishim një mbështetje, një zgjidhje. Po ja që dolëm që ne jemi tuaj edhe në vendin tonë, edhe nga shteti dhe nga kompania. Ndërkohë kreu i sindikatës Dritan Shahu ka theksuar se heshtja dhe mosreagimi i kompanisë është papërgjegjshmëri. Duket qartë që ka një papërgjegjshmëri nga kompania edhe nga institucionet. Papërgjegjshmëria e kompanisë tregon se ata nuk e meritojnë këtë vendburim. Ata ka marrë vendburimin për ta zhvilluar, por në fakt po e shfrytëzojnë vendburimin. Bashkë me vendburimin po shfrytëzojnë edhe punonësit që i kanë në shesh. Papërgjegjshmëria e tyre arrin sa kemi 16 ditë që ne jemi në grevë. 16 ditë që disa punonjës janë në grevë urie dhe pjesa tjetër kanë pezulluar punën dhe nuk ka asnjë lloj reagimi për të qetësuar dhe të zgjidhur situatën. Ata vazhdojnë të shfrytëzojnë vendburimin, madje çdo vit i kanë ulur numrin e fuqisë punëtore, çdo vit shfrytëzohet dhe amortizohet dhe shfrytëzohet ajo që është trashëguar ndër vite. Ajo që ne kemi kërkuar është që këta djem të trajtohen me meritokraci dhe me drejtësi, që nuk deri tani nuk kemi asnjë gjë nga këto. Kemi kërkuar institucioneve të ndërmarrin masa, të shikojnë të gjitha problemet që ne kemi ngritur, të trajtojnë dhe të zgjidhin ato. Kompania Bankers vijon punën normalisht me firmat kontraktore, pavarësisht bojkotit të punojësve. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në forumin e paqes në Paris. Në fjalën e tij, Rama foli për rendin global dhe trazirat e shumta që po ndodhin. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Paris që prej mbrëmjes së djeshme, ku është pritur nga presidenti Macron në rezidencën presidenciale Élysée për forumin e paqes, ku personalitete nga gjithë bota mblidhen me në fokus bashkëpunimin mes tyre. Në fjalën e tij, Rama foli për rendin global dhe trazirat e shumta që po ndodhin. Ai tha se sot Evropa nuk ndodhet në pozicionin më të mirë, duke kritikuar dhe për një farë egoizmi për të gjykuar të tjerët për të mos kthyer syt nga vetja. Ne vazhdojmë të mendojmë something is wrong with the world. Që ka diçka që nuk shkon me botën. It's just a moment in time. Dhe që është vetëm një moment në kohë, dhe gjërat do të kthehen siç ishin, sepse ne, dhe kur them ne, nuk flas për Shqipërinë, flas për Perëndimin. Dhe sidomos për Europën. Mendojmë se kemi legitimitetin moral që na është blatuar nga ndonjë urdhër hyjnor dhe mundësinë për të gjykuar të tjerët e për të besuar se ne jemi pika e referencës se si duhet jetë bota, dhe kjo është thelbësisht e gabuar. Çfarë do të thotë kjo që është thelbësisht e gabuar? Nuk është efektive, është e gabuar, është krejt e gabuar, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Dhe është një lloj vetkënaqjeje që
sipas mendimit tim mjaft modest, ka nisur të bëhet gjithmonë më i dëmshëm se këndvështrim dhe gjithmonë më pak i dobishëm edhe për atë vetbesimin për cilin kemi nevojë të gjithë. Besoj që Bashkimi Evropian është bekimi që kemi, të gjithë ne, përfshi edhe francezët, cilve kur nuk ju pëlqen diçka për një kohë të gjatë, dhe besoj që për ne, Shqipëria në Bashkimin Evropian është pikërisht ajo çfarë mund të quhet bekim, sepse po të ishim ajo çfarë ishim pas 50 vjetësh Kore Veriut Europës, pas 50 vjetësh izolim tërësor nga të gjithë, sepse ishim izoluar nga Perëndimja e Lindja, pas 50 vjetësh diktature gjakatare, varfërie, dhe Bashkimi Evropian nuk do të ishte aty, do të ishim pasur të njëjtin fat si Afganistani, Iraku apo kushdo tjetër. Flasim për vende ku amerikanët shkojnë të ndreqin gjërat me bomba dhe kur largohen gjërat janë më keq se ç'ishin në fillim. Për këtë po flas. Bashkimi Evropian është diçka që çdo europian, përfshi francezët, duhet ta gëzojnë si dhurat nga etërit themelues, e që nuk duhet rrezikuar as pak. Të gjitha ato teori për dalja nga Bashkimi Evropian, për faktin që Bashkimi Evropian është problemi, janë krejt të pabazuara. Liria e shtypit është në rënje bazuar tek raporti i OSBE ODIHR, tha deputeti i Partisë Demokratike për Lushnjën Sajmir Korreshi në takimin e 20 të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri Bashkimi Evropian. Ai theksoi edhe varësinë e mediave shqiptare nga qeveria. Deputeti i Partisë Demokratike për Lushnjën Sajmir Korreshi në takimin e 20 të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri Bashkimi Evropian foli për lirinë e mediave, duke u referuar raportit përfundimtar të OSBE ODIHR-it mbi zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Sipas tij, gjendja e medias në Shqipëri ka shumë probleme, që nga jo pavarësia e institucioneve mediatike, dhuna, sulmet apo kërcënime ndaj gazetarëve dhe akses të kufizuar në media, ku u favorizua partia në pushtet dhe u kufizua opozita në këto zgjedhje. Korreshi theksoi se kodi penal nuk parashikon mbrojtje të veçantë për gazetarët. Korniza për mbrojtjen e gazetarëve është në fuqi, po sulmet verbale dhe fizike si dhe fushatat e shpifjeve vazhduan. Përdorimi i padive nga zyrtar të lartë individ kundër gazetarëve ose ndryshe siç njihen padi strategjike kundër pjesëmarrjes publike slap, u rrit me 73 raste të raportuara në vitin 2023 nga 42 që ishin në 2022. Në vitin 2023 organizatat për lirinë e medias raportuan 24 raste shkeljes së sigurisë gazetarëve dhe 26 deri në fund shtator 2024. Ende nuk është vendosur një praktike qëndrueshme në ndjekjen penale dhe gjyqësore për të garantuar sigurinë e gazetarëve. Nuk është bërë përparim në parafrimin e kuadrit legjislativ me ekuis të BE-s dhe standardet europiane përfshirë aktin për lirinë e medias. Po ashtu nuk ka pasur përparim në adresimin e sfidave kryesore që pengojnë pavarësinë e medias, në veçanti për përqendrimin e lartë të tregut dhe mungesën e transparencës në pronësinë e mediave, burimet e financimit dhe interesat ekonomik përfshirë fondet publike. Shpifja mbetet vepër penale dënueshme me gjoba të larta penale. Dispozitat civile mbi publikimin e informacionit pasakt mbeten të parafrohen me standardet europiane. Kodi penal nuk parashikon mbrojtje të veçantë për gazetarët kundër dhunës, sulmeve apo kërcënimeve gjatë ushtrimit profesionit. Kuadri ligjor gjithashtu nuk ofron garanci kundër padive slap. Është thelbësore që për çdo ndryshim në kuadrin ligjor të jetë në përputhje me standardet europiane, përfshirë opinionin e Komisionit Venecia dhe të nështrohen konsultimeve të gjera me organizatat e medias dhe shoqërisë civile bazuar në një dialog të strukturuar dhe gjithëpërfshirës. Ligji për të drejtën e informimit është gjerësisht i parafruar me standardet europiane, megjithatë, duhet të vendosë afate më të shkurtra dhe detyruese për përgjigje ndaj gazetarëve, bazuar në praktikat më të mira europiane. Pavarësia e autoritetit të mediave audiovizive AMA nuk është e garantuar për shkak të rrezikut të ndikimit politik dhe kooperativ të procedurave të emerimit të anëtarëve të bordit të AMA-s. Lidhja politike të kryetarit dhe anëtarëve të bordit të AMA-s dhe mangësive në zbatimin e kodit të transmetimit ndaj mediave që transmetojnë përmarrje politike të regjistruar paraprekisht gjatë fushatave zgjedhore.
Në prill 2024, Kuvendi ngriti një komision ad hoc parlamentar për luftimin e dizinformimit dhe ndërhyrjeve të huaja, pa mbështetjen e opozitës. Është e rëndësishme që ky komision të sigurojë një qasje gjithëpërfshirëse dhe që legjislacioni që rezulton prej tij të jetë plotësisht i parafruar me aktin e EBE-s, standardet europiane përfshirë dhe lidhe me lirinë e shprehjes. Partia Socialiste rrëzon me 79 vota kërkesën e Partisë Demokratike për shkarkimin e Niko Peleshit, vetëm 10 vota kundër kryetarit të kuvendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se votimi duhej kryer pas raporteve. Kuvendi mblodhi sot seancën e dytë plenare në një javë. Një nga pikat e rendit të ditës ishte shqyrtimi i kërkesës së deputetëve të Partisë Demokratike për shkarkimin e kryetarit të kuvendit Niko Peleshi, më pak se 2 muaj nga marrja e postit, me pretendimin se ka shkelur rënd kushtetutën dhe rregulloren e këtij institucioni. Peleshi u përgjigj nga foltorja e parlamentit kësaj kërkese të Partisë Demokratike. Unë do t'i përgjigjem shkakut të vërtet të kësaj procedure dhe jo pasojës. Shkaku i vërtet nuk jam unë. Nuk është favorizimi një krau politik kundër një krau tjetër. Vetëm në 2 seancat e fundit, për shembull, maxhoranca ka folur 291 minuta kundrejt 439 minuta të opozitës, pra 60% të kohës e ka patur opozita. Shkaku që na sjell në këtë procedurë është fryma antagoniste dhe përçarëse, nga e cila nuk heqim dot dorë. Nuk është shkelja e rregullores apo kushtetutës. Ajo është vetëm etiketa e përdorur gabim. Sepse rregulloria nuk të lejon të fyesh, të shash, të akuzosh, të bllokosh foltoren, të pengosh fjalën e deputetëve të tjerë, apo të vendosësh të mos zbatosh masat disiplinore. Po kushtetuta. Pak gjasa ka të shqetësohesh për kushtetutën e Republikës, ta respektosh e ta lexosh me kujdes atë. Nëse ti je gati ta flakësh në ajër e madje ta përdorësh librin e kushtetutës sigur mbi kokën e kundërshtarit politik. Problemi nuk jam unë, por mungesa e vullnetit për t'u angazhuar në një sjellje të re politike. Pas votimit në kuvend të kërkesës së PD-s për shkarkimin e kryetarit të kuvendit, Peleshi, Partia Socialiste e ka rrëzuar me 79 vota kërkesën e Partisë Demokratike. Në seancën e sotme plenare, Peleshi ka marrë vetëm 10 vota për shkarkimin e tij. Deputetët e opozitës që ndodheshin në kuvend, duket se kanë zgjedhur që të mos votojnë, duke kundërshtuar kalimin në votim për shkarkimin e tij dhe duke kërkuar që të hidheshin në votim 2 raportet. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha foli për votimin duke thënë se duhet të kryhej votim për vot besim pas raporteve. Këta nuk njohin, nuk zbatojnë asnjë ligj. Ajo që drejton të seancën, zonja Spahiu, e detyruar të thoshte kush është dakord me këtë raport, hidhet të 2 raportet dhe pastaj pas raporteve votohej mos besimin ndaj kryetarit. Ajo bëri një votim kot fare, sipas qefit, sipas urdhrit, dhe e mbyllën. Kjo është problemi. E ndëgjuat ju Niko Peleshin se si u përpoq me hipokrizin më të madhe të mbroj kolapsin e plot parlamentar që ka krijuar. Dhe ka 2 muaj që ka filluar punën, ka patur vetëm një ditë punë. Ditën e hënë. Po. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.